Falenderojmë të madhin Allah, me falenderime siç i përket madhështisë Tij. Zoti ynë, Ty të qofshim fal për çdo mirësie, për çdo begati që falë e dhurove. Lutemi ja Allah, shtoje mirësinë për gjithë secilin prej nesh, Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Udhëzoj zemrat tona, shpirtrat tanë, mendjet tona në rrugën tënde ja Allah dhe inspiroj vepra të mira. Largoj nga çdo e keqe, Ti je orientuesi dhe udhëzuesi o Zot. Na ruaj neve ja Allah nga çdo e keqe që na dëmton dynjan tonë dhe ahiretin tonë. Atë që Ti e udhëzove ja Allah dhe orientove me orientimin tënd, kush mund ta devijoj nga rruga jote, subhanallah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Tij është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i udhëzimit, Zoti i mirësisë, Zoti i krijimit, Zoti i madhështisë, Allahu xhelle shanuhu. Thot në Kur'anin famlart: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Juve tek profeti që ju dërgoi Zoti kishit shembullin më të mirë, shembullin më të bukur, për atë të cilin shpreson tek Allahu edhe tek dita e gjykimit pra. Për çdo besimtar dhe besimtare, shembulli më i mirë është tek Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavat dhe selamet tona ja Allah. Thot profeti alayhi salatu wassalam: Kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Çdo kush prej ummetit tim do të hyjë në xhennet përveç atij që nuk dëshiron. I than, o i dërguari i Allahut, kush është ai i cili nuk dëshiron që të hyjë në parajs në xhennet? I tha profeti alayhi salatu wassalam, çështja është krejt e thjeshtë. Men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Çështja është krejt e thjeshtë dhe shumë e qartë. Ai i cili pason rrugën time, shembullin tim, do të hyjë në xhenet. Ai i cili nuk pason rrugën time, ai nuk dëshiron që të hyjë në xhenet. Elhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ynë i madhërisëm ju drejtua profetit ton dhe i tha: Febima rahmetin min Allahi linte lahum. Walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Ishte mëshirë dhe ishte mirësi prej Allahut xhelle shanuhu që ti u tregove i butë me njerëzit, u tregove i butë me ata. E sikur ti ishe i vrazhd edhe me zemër gur, ata do të largoheshin, nuk do t'i kishe më pranteje që të bëheshin krah ty për misionin e Allahut xhelle shanuhu dhe për rrugën e Allahut xhelle shanuhu. Pastaj orientoi Zoti xhelle shanuhu Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe i tha: Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Te i kaloi, thot, fajet edhe gabimet e njerëzve, fali njerëzit, toleroi dhe kërkoi falje Zotit për ta. Dhe ishit i thot Allahu xhelle shanuhu se në këtë sipërfaqe toke asnjë prej njerëzve nuk është pa gabime. E nëse neve do rrim duke u kap me tmetat edhe me gabimet e njerëzve, nuk do shpëtoj askush. Por se ti o Muhammed, nëse don që të hecesh përpara dhe nëse don që të kryesh misionin që të ka ngarkuar Allahu xhelle shanuhu dhe të kesh ndihmues në rrugën tënde, fal edhe tolero, se nuk ka njerëz pa gabime. Dhe kërkoi falje Zotit xhelle shanuhu për të gjithë besimtarët dhe besimtarët. I madhi Allah neve na tregoi shumë qartë se profeti më i madh, njeriu më i kompletuar, njeriu më i dashur mbi sipërfaqen e tokës tek Allahu xhelle shanuhu, megjithse Zoti i fali gjithçka prej gabimeve të para dhe të fundit, ishte pa tmeta edhe pa mëkate, ja fali Allahu xhelle shanuhu të gjitha. Megjithse i dha Allahu xhelle shanuhu atë pozitë që nuk ja dha askujt prej të parëve dhe të fundit. Megjithse ai është i pari i cili del ditën e gjykimit, është i pari i cili ndërmjetëson tek Allahu xhelle shanuhu që të fillojë dita e gjykimit,
Është i pari i cili troket derën e xhenetit dhe pa emrin e tij nuk hapet dera e xhenetit, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vetëm se kjo e gjitha pra mirësi që i fali Allahu xhaleshanuhu nuk e bën atë që mos përsosi moralin e tij edhe raportin me njerëzit, me krijesat e Allahu xhaleshanuhu. Dhe pikrisht për këtë e lavdroi Allahu xhaleshanuhu dhe i tha wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je në pjedestalin e moralit më të lartë. Je në gradat më të larta të moralit. Pra nëse morali ka shkallë dhe ka gradën më të lartë e ka pas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Unë jam besimtari i mirë, e fal namazin, po shkoj edhe në xhami, po e mbaj edhe agjërimin e Ramazanit, po jap edhe zakatin, po bëj edhe sadaka, subhanallahu alazim. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte besimtari më i mirë mbi sipërfaqen e tokës, njeriu më i devotshëm, me besimin më të plotë dhe më të fortë, me adhurimin më të përkushtuar ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe me moralin më të plot edhe më të pasur ndërmjet gjithë krijesave, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja e Zotit tim qoftë me të. Pra vllai im dhe motra ime, nëse njeriu është i devotshëm dhe nëse njeriu është praktikant i mirë i fesë dhe e don Zotin me shpirt, e don Kur'anin, e don Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, atëherë raporti i tij me njerëzit do të jetë akoma më korrekt. Sjellja e tij dhe morali i tij duhet të jetë në gradat më të larta që të shkojnë pra në përpjestim të drejtë me adhurimin edhe me përkushtimin e tij. A nuk e ke parë se si thot Aisha, bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam, thot kana khuluquhul Quran. Ishte morali dhe sjellja e profetit alayhi salatu wassalam ishte Kur'ani. Pra çfarë ka në Kur'an? Edhe çfarë ka zbrit prej Zotit xhaleshanu? Të gjitha porosit, të gjitha çana porosit neve Zoti xhaleshanu me zbut zemrën, me qenë tolerant, me qenë falës, me qenë njerëz të mirë që të rezatojmë mirësi, mos bëjmë keq, të jemi të drejtë me tjerët, të jemi të mëshirshëm, të jemi njerëz cilët e pastrojmë shpirtin edhe zemrën, të jemi njerëz cilët i japim dorë dhe ndihmojmë tjerët, të jemi njerëz cilët përkrahim aty ku ka nevojë me përkrah, të gjitha porositë e Zotit i bënte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Aq i rëndësishëm është morali dhe sjellja dhe edukata dhe korrektesa me njerëzit, saqë Allahu xhaleshanu neve të gjithë shtyllat e Islamit në i lidhi me edukatën dhe me moralin. Po, të gjitha shtyllat e Islamit. Si thot Allahu xhaleshanuhu, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Për ju që e falim namazin, dhe thoni unë e fal namazin, me të vërtet namazi e largon njeriu nga veprat e ulta dhe të urryera. Ndërsa për agjërimin, profeti alayhi salatu wassalam na thot men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai i cili nuk lën veprat edhe thënjet e urryera të pista, nuk ka nevojë Zoti xhaleshanu që të lej ushqimin, edhe të lej pijen, edhe të bëjë sikur agjeron. Ndërsa për zekatin, thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pranoje, thot o Muhammed, atë sadekan edhe atë zekatin që e japin në mënyrë që ato të pastrojnë shpirtin edhe të pastrojnë pasurinë e tyre. Pastrojnë shpirtin edhe zemrën pra. Në radhë parë, njeriu me zekatin që jep do të pastrojë shpirtin edhe zemrën. Kur ta japësh për hatër të Zotit, e jo me ja përmend tjetrit nesër, edhe jo me bë sikur ke çliru gjithë Shqipërinë, por se ke bë atë që ke për detyrë. Edhe jo me qenë superior ndaj atij që po ndihmon, por se ja japësh sepse është haku i Allahut me dhënë dhe ai ta marrë me krenari, jo me përçmim ndaj atij që po ja jep, subhanallahu. Dhe kjo mos të arrisi mendjen, por se të bëjë edhe më të përulur, edhe më shërbyes me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Ndërsa për haxhin, Allahu xhaleshanuhu thot: "El hajju ashhurun ma'lumat." Haxhi është në disa muaj ose në një periudhë, në një sezon të ditur, që e ka përcaktuar Zoti xhaleshanuhu. Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Ai i cili e bën niyet që ta kryej haxhin, ai mos bëj fjalë të pista, as vepra të pista, dhe mos bëj debate me njerëzit kot,
sepse ajo që po bën është shumë e madhe, pra shtylla e Islamit të haxhit, dhe këto të gjitha që bien ndesh me edukatën dhe moralin e prishin haxhin dhe ja ulin vlerat haxhit. A nuk e shikon se çdo shtyllë e Islamit o vllai im ka lidhje me moralin edhe me sjelljen? Sepse pikërisht feja është moral. Besimi është moral. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeriu më i moralshëm dhe me edukatën më të lartë, siç na tregohet neve tekstet fetare. Kur adhurimi nuk vjen në raport të drejtë edhe në harmoni edhe në sinkron me edukatën, neve kemi dy lloj tipash problematik. E para, njeri adhurues dhe shumë i përkushtuar, i devotshëm në pamjen e parë, por se edukata zero, Zoti na ruaj. Vallahi bilaj, adhurues fetar i mirë gjasme pa edukat, në konceptin ose në vështrimin e njerëzve. Ndërsa rasti i dytë, i njeri me moral, por se nuk ka adhurim, por se nuk ka përkushtim, nuk ka raport të mirë me Allahun xhaleshanu, me Zotin e tij, me besimin, nuk ka pastru shpirtin tamam siç duhet. I pari është ai i cili bën adhurime edhe i bën veprat, por se nuk ka asnjë raport mirë, ose Zoti na ruaj, lën na me njerëzit. Edhe kur ta shohin njerëzit që duket si njeri i devotshëm, dhe nga ana tjetër këti i hahakun, këte e përgojon për këtë shpith, kurse këti ti thot i qinxeza, te e shane ofendon, kurse këti nuk ja ma drejtën e vetë, kurse këte sillet keq, këte e rëndon, këti ja thy zemrën. Vallahi, nuk ka shembull më të keq për një fetar se sa ky. Që të bësh sikur je shumë i devotshëm, ke namazi, ke zekat, ke ato, kurse nga ana tjetër nuk pyet për hakun e robëve. Vallahi, nuk ka shembull më të keq. E do të shohim neve njerëzit se si thonë, ja edhe ky që shkon në xhami, ja edhe ky që falet. Figura më e keqe e një fetari. Ndërsa nga ana tjetër mund të jesh shumë i moralshëm, ke burri, ke amanet, i ke gjitha, je korrekt, je me edukat, por sa akoma se ka zbukuruar shpirtin që ti dorëzohet Allahut edhe ti përkushtohet Zotit xhaleshanu. Sa bukur do të ishte adhurimi pra të shkojë me moralin ashtu siç duhet, në harmoni me njëri tjetrin. Gjithë secili ka haku i vet, gjithë secilit me respektu njëri tjetrin, me shpërnda mirësi, me reflektu vetëm paqe. Vallahi sa bukur do ishte. Edhe nga ana tjetër raport shumë të mirë me Allahun xhaleshanu. I përmendën profetit alayhi salatu wassalam një grua, e cila falej shumë, edhe agjëronte shumë, dhe i tha dikush, o i dërguari i Allahut, e futi në siklet komshiun e vet. E ka shti në siklet, nuk i legjo pa thonë, e mundoi, e sfiliti komshiun. Tha profeti alayhi salatu wassalam, ajo do të jetë në zjarr. Subhanallah. Me namaz nafile plot, edhe me agjërim plot, vetëm se shtiu në siklet, edhe vetëm se e fut në siklet fqinjin komshiun e saj, do të shkojnë në xhenem. Subhanallah. A e kuptoni që haku i njerëzve është shumë i rëndë, sjellja me njerëzit është shumë e rëndësishme, edukata me njerëzit është shumë e rëndësishme. Ai i cili flet keq, edhe ju ka bë e keqja, ju ka bë normë, edhe flet normal, sikur nuk ka ndodhur asgjë, që i thyn zemrën njërit, ofendon tjetrin. Pse nuk e mëson veten o vllai im dhe motra ime që thush fjalë të mira dhe fjalë të bukura? Profeti alayhi salatu wassalam neve na thot në hadith vërtet. Ka për njerëzve thot, që e thon një fjalë, vetëm një, që nuk i kushtojnë rëndësi, por sa ajo fjalë e hidhron Allahun xhaleshanuhu. Vallahi thot profeti alayhi salatu wassalam, pasha Allahun do të hyjë në xhenem për atë fjalë. E ka për njerëzve, e thon fjalën e bukur, fjalën e mirë që e kënaq zemrën. Thot, nuk i kushtojnë rëndësi se ju ka bë shprehi, ju ka bë edukat, ju ka bë normë, ju ka bë karakter. Ajo thot është prej fjalëve që e kënaqin Allahun xhaleshanu. Pasha Allahu thot me një fjalë thot shkon në xhenet robi, shkon në parajs, subhanallah. E pse nuk e mëson ti fjetën tënde që të flasësh bukur dhe të flasësh mirë, t'ja fitosh zemrën dhe t'ja gëzosh zemrën dikujt, por se vetëm rri duke shajtë, duke ofendu? Nëse jemi besimtar të mirë. Kur e kanë pyet profetin alayhi salatu wassalam, çfarë e fut njeriu më së tepërmi në xhennet? O besimtar që doni xhennetin, o ju që adhuroni Allahun xhaleshanu dhe shpresoni mëshirën edhe përjetësinë, faljen e Allahut xhaleshanu. Thot profeti alayhi salatu wasalam, taqwallahi wa husnul khuluq. Është
devotshmëria ndaj Zotit xheleshan, raporti i mirë me Zotin dhe sjellja e mirë, korrektesa me njerëzit. Këto dy gjëra më tepërmi do ta fusin njeriu në xhenet. Ai lëviz zemrën ton ky hadith edhe këto hadithe që po themi neve si besimtar që jemi. A na e luna i qik shpirtin edhe zemrën apo s'na e lu fare? Apo për çaj themi këto fjalë? A e kemi frikë Zotin? A e du Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ashtu siç duhet me e dash? E kur i than profetit alayhi salatu wassalam, tha prej veprave dhe prej gjërave që më tepërmi do të peshojnë më shumë pranë ditën e gjykimit peshoren e veprave, do të jetë husnul khuluq, sjellja e mirë, morali i mirë, subhanallah. Morali i mirë, mos e harro, maje men tu në kokën tate, në mendjen tate, që kur të dalësh nga xhamia, edhe gjithë jetën tate, mundohet të sillesh mirë, sepse pa bo shumë adhurim, edhe pa bo sikur je më i devotshëm i gjithë dynjas, me moralin dhe me sjelljen e mirë, ja kalon atyre të cilët falen gjithë natën edhe agjërojnë gjithë ditën. Pasha Allahun që është një dhe një vetëm, siç thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa kur e kanë pyet profetin alayhi salatu wassalam se kush do të jetë më pranë tij në ditën e gjykimit, ka thënë, janë ata cilët e kanë moralin më të mirë, në pozitë afër profetit, ata cilët e kanë moralin më të mirë. Si ka mundësi, vallaj, unë vras mendjen edhe nuk më përputhet, nuk i jap dot shpjegim. Si ka mundësi falemi ne me njëri tjetrin këtu në xhami, o krah për krah, ore edhe kur falim namaz natë, ose edhe kur bëjmë lutje, qajmë, lutojmë të gjithë për Allahun xheleshanu. E kur del nga xhamia, pse sikur sa njeh më njëri tjetrin. Po edhe kur del atje në rrugë, i çik me të ndodhi diçka direkt bëhesh agresiv, bëhesh njëri tjetër, shndrohesh njëri tjetër. Po pse më subhanallahu? Po pasha Allahu nuk duhet kështu. Vallai nuk duhet kështu. A keni vënë re neve nga i herë jemi edhe të padrejtë, jemi të pasinqert me veten tonë. Këtu në Shqipëri neve nga makina, nga xhami makinës i hudh plenat i hudh kështu. Kur deli jashtë shtetit, sa kalo kufirin, i matur ke makina, edhe do t'i hudhësh vetëm kur shkosh ke koshi plenave. Do i respektosh të gjitha normat e trafikut, të gjitha rregullat që janë aty në bashkësi, në komunitet, edhe do bëhesh si njeri i mirë. Kurse sa vje këtu pastaj i shkel të gjitha. E para jerat dhe dashuri nuk ka kjo, nuk ka, sepse ai që e do venin e vet sillet i saj si këtu, si atje ku ka rregulla më të forta, edhe atje ku është sheti më i fortë, se ti e bën për normë për vete, nuk e bën se po të kapi policia dhe po të vuni gjop policia. Ti e bë për veten tënde me atë që e bën. Dhe tjetra, kjo nuk është morali i besimtarëve të cilët e duan Allahun edhe e duan profetin alayhi salatu wassalam. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ana za'imun bi baytin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu. Unë thot jam garant, thot, në hadith sakt, unë jam garant, thot, për atë cilin e përsos moralin e tij me një banesë mu në gradën më të lartë xhenetit, në xhenetin më të lartë që ka krijuar Allahu xhaleshanuhu. E profeti alayhi salatu wassalam na ka thënë neve vëllezër të nderuar, besimi është në disa gradë, normal, nuk janë gjithë njerëzit në gradën e besimit njësoj. Më e larta gradë e besimit është la ilaha illallah. La ilaha illallah, jo vetëm e thonë me gojë, sa të e thonë të gjithë, mund ta thotë edhe një që se beson fare. La ilaha illallah e kanë thënë edhe mushrikët e Mekës. La ilaha illallah ta thush me gojë, e ta ndjesh me shpirt, e ta jetosh me gjithë qenien tate. Të jetosh për fjalën la ilaha illallah si musliman i mirë. Edhe ta dush fjalën la ilaha illallah që të shpresosh ta mbyllësh me la ilaha illallah jetën edhe dalësh para Zotit xhaleshanu me la ilaha illallah. E grada më e ulët, kush është grada më e ulët e besimit? Grada më e ulët, si thot profeti alayhi salatu wasalam, është ta heqësh thot një pislik nga rruga, një mbeturin nga rruga, ose një gur që ka rënë ose një pemë, ta heqësh nga rruga. Allahu akbar. Grada më e ulët e besimit. A jemi ke grada më e ulët apo jemi te grada më e ulët e besimit? Ja kjo feja jonë edhe ky profeti ynë i dashur që ne themi Muhammedun Rasulullah, na ka mësuar neve se si të rujmë edhe ambientin edhe mjedisin me gradën më të ulët besimit. E nuk po themi pasaj për ata që i hudhin plenat edhe pisliqet rrugës. Ne po themi me pastru është grada më e ulët. Nëse nuk reagon, do me thonë je ke grada më e ulët, ama me bo pisë më ashtu, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. E lut Zotin xhaleshanu që neve na japi mirësi në zemër dhe në shpirt, që ne të na faljet, na mëshiroj. Amin. Nderuar xhamat, vëllezër dhe motra,
për ata të cilët e kanë bërë njetë këtë vit që t'jenë prej haxhinve, pra prej haxhilerëve të Allahut xhaleshanu. Është momenti që me bërë regjistrimin, sepse për afat procedurial me 31 dhjetor mbyllet, sepse kështu i kërkojnë edhe autoritetet atje në Arabinë Saudite që organizojnë haxhin për gjithë botën. Kështu që kush e ka bën niyetin ose kush do ta bëjë niyetin për këtë haxh, për këtë vit inshallah që të jetë prej haxhive të Allahut, vallahi nxitoni që ta regjistroni emrin edhe mundohuni që të jeni prej tyre, sidomos ata të cilët akoma s'e kanë bërë haxhin. Vallahi nuk i dihet a na kap viti tjetër apo nuk na kap viti tjetër, a na zën viti tjetër apo jo. Kush e ka mundësinë me bë haxhin? Edhe kush i ka edhe fuqinë? Kush i ka të gjitha gjërat pra të mundshme që ta bëj, vallahi le ta bëj regjistrimin për haxh, edhe le të shkojë haxhit ta plotësoj shtyllën e Islamit. Dhe desha t'ju them pra që është momenti fiks deri në fund të vitit janë regjistrimet që pastaj mbyllen listat për këtë vit. Dhe diçka tjetër që ta mbyllim xhuman ton, inshallah ditën e diel do të ndrohet ora. Kështu që për ata të cilët falin xhuman për vëllezërit edhe motrat, që mos ngatrohemi se gjithmonë ndodh, xhumaja tjetër do të jetë në orën 12, pra se ndron ora që tërhiqet një orë. Të gjithë namazet bëhen një orë më herët, sipas orës së re që do jetë. Edhe xhumaja do të jetë në orën 12 thirret ezani i xhumas. Se gjithmonë ndodh që mbeten disa vëllezër, disa motra pa e fal xhuman pra kur ndron xhumaja parë. Elus Allahun xhaleshanu të na falit, na mëshiroj. Elus Zotin xhelle xhelaluhu që neve të na orientoj gjithmonë tek e mira. Elus Allahun xhaleshanu dalim prej kësaj xhumaje me dua dhe me lutje të pranuar. Elus Allahun xhaleshanu që ai i cili ka hallë sikletë Zotit ja lehtësoj, ai i cili është smur Zotit ta shëroj. Elus Allahun xhaleshanu të gjithë dëshirat edhe objektivat e mira që kemi në jetë, si për këtë jetë, por edhe për ditën që do të dalim para Tij, Allahut na i plotësoj dhe Allahut na i mundsoj. Elus Zotin xhaleshanu që gjithë secili t'ia shtoj mirësinë dhe begatinë. Amin. O Zot na falna. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët.